unë punë vullnetare, do thot, e përmena, kjo është një inspirim për të parëve të mi, nuk është që është, do thot, që nashta unë e sot e kisha nisë në moshën teme tash, kur unë i kom 60 vjetë, është nuk mundesh me fillu diçka që nuk e ki të mjellët. Do thot, nuk mundesh me prit me mbledh molla nëse si ke mjell më herët trupin, fidanin e mollës. Po, unë kom punu fillimisht, dhe më thënë, mas vitin 1992, kur e kom kry fakultetin, ka pas për të tri këtu në Gjilan që kanë pas qef me shku në Prishtinë, me studiu arkitekturën, po s'kanë pas shumë njohuri. Edhe tu fillu pej atyne që i kom njohë, dhe më thonë të shoshninjes, të familjes, që kanë ardhë me bo pyetje, mas ne e kom pa që nuk mjafton diç me javë bo pyetjet, po dush me mësu edhe shka është trovimi pranus. Edhe kom fillu me kurs. Një adhon bazat arkitekturën. Me adhon bazat, do të thotë se në arkitekturë është i vështirë provimi pranus, nuk është bash i lehtë. Do të dush me u përgatitë se i ka një 3 pjesë që ti po folëm për në shtetit, se këto privat nuk kanë provim pranus, po folëm për në shtetit. Edhe për në Universitetin e Prishtinës. Edhe unë e kom fillu 92-ën, do thot me 70 vetë, 10 vetë të javë skjaru që është provimi pranus, çka duni me ditë, çka duni me mësu. Edhe mësë nuk e kom nalë kur ato. Tash për shembull zakonisht e filloj në tetor, në fund shtatorit në tetor, edhe deri në korrik e moj, do thot i mësoj, i përgatiti që ato shka jo vinë. Brenda ambientit shkollës ku ti je profesor. Deri në vitin 2014 i ku majtë në shpe. Kurset i ku majtë në shpe. Kurse vullnetare? Kurse vullnetare, kurset janë papagesë, nuk paguajnë kur gjë, i ku majtë në shpe deri 2014. Po kur më lindi i vajza, mas në ish pak e pa mundur për shka ambientit, hapsirës. Po në shpe për shembull 2000 e përmeni shpesh 2012-ën, i kom pas 70 fëmijë. Më ka pas dashur me i bë 3 grupe se nuk më isha me ambientu, nuk më isha ku me i lënë. Edhe për aty në 70 në çat vit janë pranu për 25 në fakultet në arkitekturë. Do të konë një farë, shme thonë një farë jehone bajin këtë Kosovën, se do të këtë Kosova i ka pas 60 a 25 dikun janë pranu për i kursit, po kanë ardhë, do të nuk janë konë Vist Gilanit, kanë ardhë për i Kamenicës, Vitis, për i Ferizajt, ka pas Preshevës, Bujanovcit, ka pas besa edhe për Prishtinës që kanë ardhë. Edhe do të kjo fillon, kjo është njëherë fillon në tetor, fillon me njëherë në mujtë, mas nej në maj edhe në qërshor, nëse ata kanë nevoj edhe 2 herë, 3 herë në javë, do të njëherë në javë, falë se thash në mujtë, njëherë në javë, po na pej qërshor, pej majit, nëse kanë nevoj edhe deri në 5 herë në javë, ju kom maj, dhe më thonë kurs.